Sonte në çdo kënd Fatmir Mediun, ish ministër i mbrojtjes dhe kryetari i Partisë Republikane. Faleminderit zoti Mediu dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë. Pam disa reagime që nga momenti i firmosjes së kësaj marrëveshje mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës në fushën e mbrojtjes, 3 ministrat e firmosën atë në Tiranë, ka pasur mjaft reagime në Serbi, ka reaguar edhe Kroacia dhe Kosova është kundërpërgjigjur. Zoti Vučić është ankuar edhe te sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Zoti Mediu, çfarë do të thotë në optikën tuaj kjo marrëveshje dhe a ka vend për shqetësim apo është një gjë pozitive që angazhon këto 3 vende së bashku në fushën e sigurisë dhe në kontekstin e këtyre kohëve që po kalojmë? Çdo marrëveshje në fushën e sigurisë në rajonin e Ballkanit, vendet anëtare të NATO-s dhe me Kosovën për gjykimin tim është një lëvizje në drejtimin e duhur. Por siguria nuk është vetëm mbrojtje. Hapi i parë i marrëveshjeve me gjitha vendet anëtare të NATO-s, kam thënë prej kohësh qeveria shqiptare duhet të angazhohej, duhet të ishte në një mirëkuptim politik për një analizë përbashkët të çështjeve të sigurisë dhe kërcënimeve që ka rajoni i Ballkanit. Kërcënimet në rajonin e Ballkanit vijnë nga Serbia, vijnë nga Rusia, vijnë edhe nga Kina. Këto janë kundërshtarët jo vetëm shqiptarëve, por gjithë vendeve të rajonit të Ballkanit. Dhe ndërsa Vučić flet tani, unë mendoj që duhet kishte folur prej kohësh qeveria shqiptare në bashkëpunim me vendet anëtare të NATO-s pikërisht për problemet që kemi ne për shkak të raporteve të Kinës, Rusisë, edhe Serbisë dhe qëllimin që ato kanë dhe tensionet që përpiqen të krijojnë. Për faktin sepse përpara se të jetë kjo marrëveshje, kemi shpenzimet mbrojtjes nga ana e Serbisë me qëllime tërësisht ofensive në bashkëpunim me Rusinë dhe me Kinën. Dhe kjo do të ishte një zile alarmi për sa i përket qeverisë shqiptare, por dhe vendeve tjera të NATO-s, dhe i vetmi vend i cili vërtet ka marrë masa e dura në këtë aspekt ka qenë Kroacia. Pra elementi i parë do të ishte bashkëpunimi politik, sepse Ministria e Mbrojtjes është në funksion politikës dhe politikat e mbrojtjes vinë në lidhje me qëndrimin që mbahet përballë presidentit, kryeministrit dhe kuvendit. Kur bashkëpunimi politik e kemi në nivel kryeministrash apo presidentësh? Në çdo lloj, atëherë në nivel president. Mund të kishim parë një firmë të tillë nga këto. Kur flasim për çështje të sigurisë, kjo përfshin të gjitha autoritetet e zinxhirit të komandimit, paktën për forcat e armatosura me presidentin e Republikës, por në konceptin e sigurisë përfshin analizën e gjithë çështjeve të sigurisë që duhet të ketë një vend për të arritur një qëndrim të përbashkët dhe për të bërë më të dëgjueshëm dhe për të pasur më shumë leverage në diskutimet që bëhen NATO. Gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë, nuk ka pasur iniciativë ose të paktën nuk di që shteti shqiptar të ketë pasqyruar në aktivitetet që janë bërë në samitet e NATO-s, në Këshillin Ambasadorëve, në takimin e ministrave të jashtëm, takimin e ministrave të mbrojtjes, në një politikë specifike për sa i përket çështjeve të sigurisë në rajonin e Ballkanit dhe kërcënimeve që vinë në rajonin e Ballkanit. Për më tepër, që vetë NATO ka nxjerrë disa përfundime raport me çështjet e Ballkanit dhe kërcënimet e sigurisë në rajonin e Ballkanit. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë, unë mendoj që është elementi padyshim i ndërtimit të një deterance ushtarake, e cila vjen si rezultat i bashkëpunimit ushtarak, dhe për mendimin tim duhet të kalojë thjesht të marrëveshje, pavarësisht nga pretendimet e Serbisë, duhet të jetë një marrëveshje e tipit të marrëveshje që kanë vendet e Balltikut, në Smart Defense dhe Joint Procurement. Gjithë ideja është që do ne ndërtojmë raporte operacionale si vend për të mbrojtur suveranitetin ton, por edhe raporte ndër operacionale, ndër veprueshmërie me vendet tjera anëtare të NATO-s, duke arritur që do të njësojmë, si them, disa investime të rëndësishme në fushën e mbrojtjes të pajisjeve të cilat kanë një kosto shumë të madhe, jo vetëm për të blerë, por për të bërë ato operacionale dhe të funksionale, dhe në këtë pikpamje unë mendoj që mund ndërtojmë një dimension të tretë shumë të rëndësishëm, që është dimensioni ekonomik, për faktin sepse mund kishim bërë të mundur jo vetëm një bashkëpunim të nivelit të, do thosha, terciar në pikpamje të vlerës operacionale nga pikpamja armatim municionit, por edhe të veprime shumë të qëndësishme dhe marrëdhënie ekonomike të qëndësishme me industrinë ushtarake amerikane apo qoftë edhe ato europiane në prokurimet përbashkëta, të cilat do të veç do të ishin të pamundur që të realizoheshin. Pra këto janë 3 elementë dhe ajo që unë shikoj shumë pozitive, padyshim është në këtë marrëveshje edhe përfshirja e Kosovës. Por përfshirja vetëm në nivelin ushtarak nuk e bën Kosovën më të vlefshme, përfshirja në nivelin politik do ta bënte Kosovën më të vlefshme në trajtimin e çështjeve të sigurisë, sepse Kosova është një pikë shumë e nxehtë sigurie në rajonin e Ballkanit, ashtu siç është Bosnia, është Malizi, por edhe Maqedonia. Edhe do të mendoj që shtrirja e këtij bashkëpunimi politik ushtarak dhe ekonomik ushtarak duhet bërë me gjitha vendet anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit, përfshi edhe Kosovën, mundësisht edhe Bosnjën. Zoti Mediu, kur shef një marrëveshje të tillë, që në fakt në vrrullin e gjithë lajmeve që po na ndodhin gjatë ditës, u mor si ato marrëveshje që firmosen, por që nuk
për një moment nuk duken si një lajm rutinë, dhe më pas u kuptua, janë 3 ministrat mbrojtje të vendeve tona, Shqipëri, Kosovë dhe Kroaci. Dhe me njëherë, qytetarët mund mendojnë, apo ndos diçka, a pritet diçka, pavarësisht asaj që thuhet publikisht, a ka... Ti marrë me radhë, do apo ndodh diçka, po ndodh diçka. Do të çështjet e sigurisë janë bërë çështje primare të NATO-s, do ndryshimet gjeopolitike janë kaq rrënjësore, do të thënë aleancat që janë, do të qoftë ato kundër NATO-s apo qoftë brenda NATO-s, nuk janë në atë tradicionale në vetë, dhe kjo kërkonte padyshim një vlerësim nga ana jonë si shqiptar të vetë çështjeve të sigurisë. Por e theksoj që ne nuk kemi një Këshill të Sigurisë Kombëtare që të ketë autoritet për të trajtuar këtë çështje, është tërësisht i pavlefshëm. Nuk funksionon, nuk është institucion serios për gjykimin tim, dhe nuk ditë kemi një produkt nga Këshilli i Sigurisë për më tepër, një vend antar i NATO-s ka një strukturë permanente trajtimit çështjeve të sigurisë, mbi të cilat pastaj derivon dhe politika e jashtme dhe politika e mbrojtjes e një vendi si vend antar i NATO-s. Dhe të gjitha këto, unë mendoj që mosdia nga ana e shoqërisë shqiptare është sepse edhe qeveria e shef çështjen e sigurisë, një çështje do të thënë që intereson vetëm asaj, që është më shumë se sa një qeveri. Në fakt në këto 3 vende është i vetmi vend që edhe nuk ka reaguar në këtë val reagime të kundërreagjimesh pas marrëveshjes. Për gjykimin tim, sepse nuk ka raport politik për Shqipërinë në këtë çështje. Është më hezitante për shkak të marrëveshjes që ka pasur në mënyrë të vazhdueshme me Beogradin dhe raportin ndërmjet Ramës dhe Vučićit, do të thënë kanë pas gjithmonë më shumë prioritet se trajtimet që kanë bëjnë me çështjen e Kosovës apo çështjen e sigurisë në rajonin e Ballkanit ose bashkëpunimi me vendet e NATO-s në Ballkan. Kurse Kroacia ka pasur krejtësisht hapur pozicionin e saj, të qartë për të përballur me këtë që po ndodh me Serbinë, e ka cilësuar Serbinë si një nga agresorët në rajonin e Ballkanit. Jo vetëm për atë që po ndodh në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe në raport me Kosovën, edhe në raport me zhvillimet brenda Serbisë në pikpamjen e inteligjencës dhe të forcave të armatore dhe shpenzime marramendse që ato bëjnë në fushën e mbrojtjes. Dhe është i vetmi vend i cili ka investuar në rritjen e niveleve operacionale shumë më tepër se të gjitha vendet e tjera anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Kurse Shqipëria do të nuk di që të ketë një strategji për ndërtuar nivele operacionale ushtarake të cilat janë të vlefshme, jo vetëm për mbrojtjen e sovranitetit tonë, jo vetëm për interesin kombëtar në bashkëpunim me Kosovën, por edhe në bashkëpunim me vendet e tjera anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Ndërkohë, Bashkimi Evropian po angazhohet në këtë drejtim, edhe pas pozicionit që ka shfaqur presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, edhe në fushën e mbrojtjes me miliarda euro në fushën e mbrojtjes, euro të cilat presupozohet, sipas një analize të paktën dhe shkrimi që pash tek Politico, përfitojnë edhe vendet aplikante. Në këtë rast, sipas jush, e kemi aftësinë dhe zotësinë për të përfituar në këtë mënyrë, duhet ketë diçka, një angazhim, një projekt nga ana jonë? Unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për një strategji të qartë se çfarë nivelesh operacionale do të ndërtojë tokë, ajër dhe det. Kush janë ato kapacitete që garantojnë ose janë të domosdoshme për të kryer rolin funksional kushtetues që kanë forcat e armatosura. Dhe po ju them që jo 2%, pas 5% nuk i dalin Shqipërisë për të investuar për 10 vjet me radhë. Prandaj them për ta bërë të efektshme çdo financim që bëhet në fushën e mbrojtjes, është e rëndësishme që të kemi disa politika të përbashkëta me vendet e tjera të rajonit Ballkanit, në mënyrë që ato investime që i bëjnë të jenë investime afatgjatë dhe të garantojnë operacionalitet forcave të armatosura dhe ndërveprueshmëri. Një ide e joint procurement për disa investime të rëndësishme, apo edhe smart defense, ndërtimi i strukturave ushtarake të përbashkëta, siç ka ndodhur në vendet balltike, për të përballur me një agresion të mundshëm, sepse deri tani kemi ecë me filozofinë që artikulli 5 është ai që na mbron nga gjithçka pa menduar se si duhet mbrohemi vetë, në një kohë që artikulli 5 do ketë vështirësitë e veta politike për të marrë vendimin në rast të një agresioni të mundshëm në rajonin e Ballkanit, dhe zhvillimet që janë në Ukrainë duhet na bëjnë që të mësojmë se si mund të ketë edhe zhvillime në rajonin e Ballkanit. Pastaj kërkesa për të investuar vendet e Bashkimit Evropian në mbrojtje, besoj që janë kërkesa drejta, janë kërkesa të cilat janë shtruar dhe nga presidenti Trump. Vendet për shembull të Balltikut apo Polonia po shkojnë drejt 5% investime të GDP-s dhe ne nuk duhet mendojmë se kur të kemi rrezikun atëherë të investojmë, por si duhet të investojmë paraprakisht në këtë fushë. Dhe vendet e tjera të NATO-s në rajonin e Europës kanë filluar të mendojnë seriozisht për të rritur kapacitetet e tyre operacionale të gjitha niveleve.
Kjo nuk do të thotë që do i ofrojnë financa Shqipërisë, Shqipëria duhet shikojë se çdo të investojë vetë dhe për të qenë efektive në gjykimin tim, është gjëja më e mirë që mund të bëjë është bashkëpunoj me vende të tjera të rajonit Ballkanit, si vende të vogla që të investojnë në mënyrë efektive dhe njëkohësisht të ftojnë në investime në rajonin e Ballkanit, industrinë ushtarake amerikane dhe industrinë ushtarake europiane. Është shumë e rëndësishme për ne si shqiptar që do mos jemi në pozicionin them reagues, siç ka shumë vende të rajonit Ballkanit, por në raportin bashkëpunues me Shtetet Bashkuara të Amerikës, për faktin sepse partneri ynë strategjik kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ideja e European Defense ose mbrojtjes europiane ka qenë një ide e cila është hedhur prej kohësh nga Franca, do të thonë ka qenë një ide e ndërtimit të një sovraniteti ushtarak, por i cili nuk ka funksionuar ndonjëherë. Unë mendoj që vendet anëtare të NATO-s duhet shikojnë në çdo mënyrë të mbajnë marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ta forcojnë këtë bashkëpunim. Presidenti Trump e ka qenë shumë të vlefshme këtë marrëdhënie ushtarake, po kërkon që jo vetëm Amerika, por gjitha vendet anëtare të NATO-s të investojnë në fushën e mbrojtjes. Dhe ky është një detyrim i cili është për çdo vend anëtar të NATO, sepse nuk mund pritet që të mbrosh vendin tënd duke mos investuar në mbrojtje dhe gjithmonë Amerika duhet të investojë për mbrojtjen e Europës. Keni qenë ministër mbrojtje dhe shumë i angazhuar në të gjithë hapat për antarësimin e vendit në NATO. Kam dëgjuar kohët e fundit, veçanërisht pasi shpërtheu lufta, po veçanërisht vitet e fundit kur pa dhe kjo nevoja edhe pas samitit që bëm ne për Ukrainën me Zelenskin që erdhi në Tiranë, që më korrigjoni nëse gaboj, që me antarësimin e Shqipërisë në NATO, si të thuash i dham fund atij armatimi që kishim, sepse forca jonë do kthehej më shumë një forcë që të përballonte emergjencat civile dhe tashmë është një mungesë, një lloj armatimi që duhet ta kishim ose të investonim në armatim. Si mund ta shihni këtë lloj gjykimi? Amerikanët thonë kjo është BS, do të thonë falë se do të them, por kjo është një gjë që s'ka asnjë lidhje me atë që është bërë për antarësimin e Shqipërisë në NATO. Antarësimi i Shqipërisë në NATO është bazuar mbi disa kritere, të investime në fushën e mbrojtjes për të rritur nivelet operacionale. Largimi i industrisë vjetës ushtarake ka ardhur për shkak sepse ajo industri ishte nga pikpamja ekonomike jo qëndrueshme. Dhe për një forcë armatore e cila nga 100.000 shkonte dhe zbriste në 12.000, do investimet e industrisë ushtarake ishin të pa vlefshme për sa i përket asaj nevoje që kishim ne dhe nuk garantonte vlerën ekonomike të tregut. Shqipëria nuk kishte kapacitete për të mbajtur gjallë një ekonomi ushtarake e cila do të shërbente vetëm forcës armatose shqiptare. Për më tepër, mos harrojmë që do të thënë pjesa më e madhe e teknologjisë tonë ushtarake ishte teknologji ruse. Dhe duke qenë teknologji ruse vinte ndesh me atë që kërkonte NATO-a dhe padyshim do nuk mund zhvillohej në atë lloj drejtimi. Në atë kohë ka pas një diskutim shumë të qëndësishëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë qenë dy ekipe amerikane të cilat kanë asistuar reformat e mbrojtjes, ka qenë ekipi amerikan i SAIC, dhe pastaj ka qenë ekipi Kubikut të prur nga Pentagoni në Shqipëri, dhe çdo veprim që është bërë në bashkëpunim me NATO-n në bazë dokumentet të parpit, që është vlerësimi në reforma në fushën e mbrojtjes, për çfarë duhet bëjmë, si duhet bëjmë deri tek ushtarja, deri tek fisheku, çdo gjë ka qenë e maturuar në kohë, në vizita dhe kontrollet herpashershme që ata kanë bërë. Ne jemi përpjekur do të bëjmë një reduktim sipas qëllimeve të përputhshmërisë të strategjisë tonë sigurisë kombëtare dhe strategjisë ushtarake me kapacitetet njerëzore që kishim, po ashtu edhe me këto kapacitete njerëzore përputhshmërinë e nevoja që kishim nga pikpamja e niveleve operacionale, armatim, municion e kështu me radhë, por të gjitha padyshim në kohë fillojnë edhe kanë qenë në atë kohë edhe një koncept që risku i vetëm ishte rreziku konvencional. Ajo që është skandaloze në forcën armatose është ta shikosh si një forcë emergjente civile. Emergjenca civile padyshim që mund trajtohet nga forcat e armatose, por trajtohet si element fundor. Kur është shumë alerte, atëherë ndërhyn do të thënë forcat e armatose. Ka një gjë që në investimet që bëhen në fushën e mbrojtjes gjithmonë bën me një funksionim jo vetëm në drejtimin ushtarak, por edhe në drejtime të tjera. Ne në atë kohë ndërtuam qendrën operacionale të bashkuar, e cila merrte në trajtim, do të thënë, të gjithë sipërfaqen e detit nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja ruajtjes kufirit dhe kështu me radhë, sepse ato kapacitete kishim. Pra me ato anije që ne bëm në atë kohë me Damen, ne arritëm që në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Brendshme, të bënim dhe kontrollin ekonomiko-doganor dhe kontrollin e cënimit të hapësirës territoriale nga pikpamja e interesit ushtarak, por edhe kontrollin e sigurisë kufitare që bëhen nga Ministria e Brendshme. Por në qoftë se forca armatosur përdoret si ndërmarrje komunale për të pastruar apo tjetë për të shuajtur zjarret, ajo ka humbur funksionin e saj si forcë ushtarake, funksionin e saj real. Absolutisht që do ndërhyjë në çdo moment
të asaj që quhet emergjencë. Niveli i emergjencës do të përcaktohet edhe nga autoriteti i cili jep urdhat për ndërhyrje. Ka disa momente kur ndërhyn parlamenti, momenti kur ndërhyn qeveria nëpërmjet kryeministrit, momenti kur ndërhyn ministri i mbrojtjes apo kur ndërhyn ministri i brendshëm. Zoti Mediu, tek sa po shkojmë drejt mbylljes së kësaj pjese të parë. Si keni parë reagimet e Donald Trump që nga momenti që erdhi në pushtet, kishte reagime të ndritëse, pozicioni i tij me Zelenskin, pozicioni me Europën, përpjekja për marrëveshje, telefonata e famshme me Putin, situata në Gaza, një aksion i fortë diplomatik, publik i administratës Trump dhe vetë presidentit, dhe ndërkohë pozicioni i Europës që herë i frustruar, herë tani i angazhuar më fort për ta gjetë edhe ajo veten në këtë situatë. Rita, përpara se Trump bëj president, kishim një situatë shumë problematike të konfliktit dhe vështirë të mendoj se mund të kishte procese paqe, edhe në Gaza apo edhe në Ukrainë, apo edhe potencialet të mundshme që janë larg nesh, por që janë jashtëzakonisht shumë të rrezikshme, siç mund të jenë në zonën e Azisë, sidomos në detin jugor të Kinës. Do gjitha këto kanë qenë potenciale të një rreziku të një konflikti të përmasave më të gjëra dhe më të mëdha. Trump vendosi një politikë që thoshte Amerika e para. Pra ideja është një Amerikë të fortë. Një Amerikë e fortë mendoj që është interesi i vendeve demokratike. E dyta vendosi që do të jetë një president i cili do të vendos paqen dhe do të shmang luftrat me çdo lloj kushti. Brenda kësaj duhet shqyrtuar ajo marrëveshje që kërkohet në raport me Ukrainën. Paqja me Ukrainën nuk mund të bëhet pa Rusinë. Do të injorosh faktin që Rusia do të jetë aktor vendimars, këtë do të thotë që do të vazhdosh luftën pafund. Qasja e Europës, për gjykimin tim, ka qenë më tepër reaguese në një kohë që duhet të ishte më tepër përfshirëse. Dhe tradativat e Macron edhe të kryeministrit britanisë kanë qenë tradativa jashtëzakonisht pozitive. Ashtu siç mund të them që momentet për të tentuar për ta tërhequr Ukrainën në një marrëdhënie më të ngushtë me Europën për ta larguar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, mendoj që ka qenë një politikë përsëris më tepër reaguese se nuk dua të i vendos emër tjetër, por që nuk çonte drejt një procesi të paqes. Kush janë kostot e paqes? Kjo ka nevojë për një analizë. Paqja duhet të jetë e qëndrueshme dhe afatgjatë, dhe brenda kësaj padyshim do të thënë agresori është Rusia, por duhet parë realiteti i Ukrainës ashtu siç është. Dhe duhet patjetër që duhet parë një realitet i paqes në momentin. Shiko, ideja që ka për të thënë dhe Mike Waltz edhe vetë presidenti Trump apo dhe aktorë tjerë si Marco Rubio, sekretari i shtetit, që Ukraina nuk mund të rifitojë disa nga ato që ka humbur, nuk është një ide për të i dhënë fund një herë për gjithmonë faktit që në mënyrë të paligjshme Rusia ka aneksuar Krimen, tani edhe zonat e tjera. Por është me një status të përkohshëm që nuk është se do të njihen si statusi i tyre, do të jetë një status i ndërmjetëm për të shkuar tek ideja që përsëri të kthehen dhe të njihen si territori të një shteti sovran që është Ukraina. Pastaj marrëdhëniet se si do të zhvilloheshin ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Ukrainës. Unë e kam parë pozitive idenë e Trumpit për ndërtuar një marrëdhënie ekonomike të qëndrueshme me Ukrainën. Përmes marrëveshjes së mineraleve. Mineraleve dhe një marrëdhënie ekonomike e qëndrueshme e Shtetit Bashkuara me Ukrainën do të jepte më tepër potencial Ukrainës dhe të ta largonte atë nga influenca apo nga agresioni rus në një mënyrë apo në tjetër, se cënoheshin drejt për drejt interesat e investimeve amerikane në Ukrainë. Të paktën unë kështu e kam lexuar. Dhe mendoj që kur zhvillohen edhe negociatat, jo çdo gjë që del në media është në tavolinë. Prandaj është shumë e rëndësishme që në këtë proces të negociatave, ideja e arritjes paqes dhe diskutimet që bëhen nuk duhen parë thjesht nga ajo që ka del nga media, por nga ajo që intereson radh parë Ukrainës, i intereson Europës, sepse Ukraina është në Europë, por pa shmangur do të thënë edhe interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Amerika nuk po hyn thjesht për të qenë një, si them, shtet filantrop që po bën mirë për Ukrainën pa parë se kush janë interesat e veta afatgjata. Interesat afatgjata të Amerikës në rajon, në Europë dhe në Ukrainë janë tërheqja e Rusisë në një raport më të paqëm për ta shkëputur Rusinë nga Kina, se kundërshtarja afatgjat i Shtetit Bashkuar të Amerikës
nuk është Rusia, po është Kina. Dhe duke qenë se një aleancë kino-ruse apo edhe me vendet tjera do t'ishte shumë e disfavorshme nga pikpamja gjeopolitike për Amerikën, unë mendoj që Amerika ka zgjedhur strategjinë për shkëputjen e këtyre aleancave, cilat janë të dëmshme jo vetëm për Amerikën, por edhe në planin e gjeopolitikës botërore. Shqiptarët në raport me administratën Trump, duket sikur ne këtu në Shqipëri interesin më të madh të momentit, të paktën publikisht, ajo çfarë lexohet është kush është më pranë presidentit Donald Trump, Edi Rama apo Sali Berisha, mazhoranca apo opozita. Ndërkohë që Kosova është në një situatë shumë më delikate, sepse dialogu ka ngesur me Serbinë prej kohësh, qeveria ende nuk po bëhet për shkak të rezultatit atje, dhe në kërkesën e saj për t'u antarësuar në NATO, gjithmonë vlerësimet dhe qëndrimet janë pozitive, por ka edhe një qëndrim të kohëve të fundit që vazhdon të jetë si më parshmi që forca e sigurisë së Kosovës mbetet e tillë dhe jo ushtri në Kosovë. Ka pas disa hapa pozitive duke filluar nga kjo e fundit gjatë kohës kur zoti Ramush Haradinaj ishte kryeministër për ta kthyer atë në një forcë të armatosur dhe kanë qenë diskutime që janë bërë në atë kohë me sekretarin e mbrojtjes apo edhe nivele politike dhe ishin arritje pozitive të cilat duhet thellohen akoma më tej. Unë mendoj që duke marrë shkas për sa i përket Kosovës në atë parë, është shumë e rëndësishme që vetë politika e Kosovës duhet të gjejë pajtimin brenda vetes për ndërtuar një qeveri që t'i shërbej interesit Kosovës. Nuk mund të presë se çfarë ndodhi në Ukrainë dhe pastaj shikojmë pasojat që mund të jenë rajonin e Ballkanit. Unë mendoj që shumë e rëndësishme për klasën politike të Kosovës marrëdhënia me Trumpin ta filloj atje ku e kanë lënë. Marrëveshja që është bërë që nënshkroi Abdullah Hoti apo edhe Vučić nuk ka folur për ndryshim kufis, ka qenë më tepër një marrëdhënie, një aspekti të një marrëdhënie ekonomike e tjerë. Dhe brenda këtij kuadri, unë mendoj që është shumë e rëndësishme që Kosova jo vetëm të arrijë të bëjë një vlerësim të qartë të asaj marrëveshje, por të shikojë se si do të lëvizë në një drejtim i cili do të i shërben interesit Kosovës dhe njohjes përfundimtare të pavarësisë Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe aktorë të rëndësishëm të cilët kanë qenë pjesë e këtyre proceseve, do në patjetër që duhet shikohen në një vlerësim pozitiv nga ajo që do të jetë qeveria nesër në Kosovë. Ndarja institucionale, ndarja politike dhe partijake e Kosovës krijon Abdullah Hoti në këtë rast. Abdullah Hoti, Enver Hoxhaj, ka shumë figura politike Kosova të cilët kanë qenë shumë të vlefshëm në politikën kosovare për të arritur një standard caktuar marrëdhënie ndërkombëtare. Ky është një benefit që e ka Kosova, ky është një gjë shumë pozitive që e ka Kosova që duhet ta kapitalizojë. Asnjëherë politika nuk fillon nga e para. Politika më e mirë është ajo që vlerëson të gjitha burimet njerëzore dhe burimet, do të them, të marrëdhënieve njerëzore dhe politike, diplomatike dhe kombëtare për ta ngritur në një nivel tjetër, sidomos për një vend si Kosova. Në qoftë se nuk mund të ketë mundësi për angazhime të përbashkëta qeverisë, por në nivele të ndryshme parlamentare apo strukturore të sigurisë, besoj që janë shumë të vlefshme për të konsideruar. Ndonjëherë, do të thonë vendi përveç ambasadorëve që ka që i qonë rëndom në për shtetet siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët vetëm mundësi për ndërtuar politik nuk kanë, por kthehen në shërbëtor të qeverive, duhet ambasador fuqiplot cilët kanë marrëdhënie dhe autoritet për të ndjekur një vijë politike kombëtare më tepër se qeveritare, për të përfaqësuar vendin e tyre dhe unë mendoj që ka autoritete të tilla Kosova, të cilët do ta shtynin procesin e marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës me NATO-n edhe me Bashkimin Evropian në një drejtim të duhur. Shqipëria, për gjykimin tim, gjithmonë, edhe po e them ndryshe, Shqipëria është vendi që ka humbur më shumë në marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse më shumë? Për shkak të një politike tërësisht personale dhe preferenciale që është ndërtuar prej kohësh nga zoti Rama. Në qoftë se ka shtet i cili ka fituar marrëdhënie më të fuqishme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë Serbia. Për faktin sepse ne i kemi dhënë autoritet Serbisë si një vend i cili mund të ketë marrëveshje me shqiptarët dhe në mënyrë të veçantë me Shqipërinë. Dhe ky lloj paternalizmi që ne kemi ndërtuar në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka dëmtuar në mënyrë të padiskutueshme Kosovën. Për më tepër, edhe iniciativat të cilat për mendimin tim, siç ka qenë Open Balkan, i jepin më tepër mundësi ekspansioni i Serbisë, Rusisë dhe Kinës në rajonin e Ballkanit, se sa i bashkëpunim që ne tham fillim që duhet në 3 plane ekonomike, politike dhe ushtarake që duhet jetë me vendet anëtare të NATO-s, apo iniciativa të tjera siç është iniciativa e 3 deteve. Por ajo që dua të theksoj është që këtu ka qenë më tepër një politik show, pa arritur të bëhet një analizë e sigurisë kombëtare dhe qëllimet dhe interesave tona kombëtare. Qëllimi i marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë shkatërrimi i opozitës shqiptare. Nuk ka qenë ndërtimi i politike kombëtare ku përfshihet depozita dhe opozita.
Dhe ky ka qenë qëllimi. Pra, marrja një kredoje personale për raporte personale të cilat kanë vlerë, por nuk kanë vlerë për atë që duhet jetë institucionale dhe kombëtare, dhe në një kohë që ne bënim këtë, Vučići e ka kthyer në interes totalisht të Serbisë marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe sot ka gravitet shumë më të madh Serbia se çka Shqipëria në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fatkeqësisht. Në raportet që opozita kërkon ndërtoj me Shtetet Bashkuara të Amerikës është për faktin sepse opozita ka qenë në sulm të vazhdueshëm për shkak të ndërhyrjeve që ka bërë Edi Rama dhe lobingjeve kundër opozitës, duke filluar nga ajo që është bërë me zotin Berisha, përdorimi i institucioneve kundër opozitës e kështu me radhë, të një grupi të cilët kanë themeluar marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë ndërtuar partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës është bërë Shqipëria vend antar i NATO-s. Dua të kujtoj dhe them me plot gojen, momenti më i rëndësishëm në marrëdhënien diplomatike ndërmjet dy vendeve, Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë vizita e presidentit George W. Bush në Tiranë, ku në krah të kryeministit Berisha në atë kohë ka deklaruar Shqipëria vend antar i NATO-s dhe Kosova i pavarur. Arritjet më të rëndësishme historike të vendit tonë dhe prishja e imazhit të atyre njerëzve që kanë krijuar këtë marrëdhënie. Sulmi kundër tyre është prishja edhe një raporti, një histori e cila është histori shqiptare, nuk është histori vetëm e këtyre individëve dhe autoriteteve që kanë drejtuar shtetin në atë kohë. Dhe kjo nuk bëhet pa qëllim. Këtu gjithmonë është lozur ideja që çdo gjë fillon vetëm me mua dhe asnjë histori nuk ka vlerë. Kam dëgjuar për shembull në Prishtinë, por edhe këtu që shiko, ne po përpiqemi të organizojmë një summit e këtu do vi presidenti amerikan, e kuptoni ju çdo të thotë vi presidenti amerikan, se po erdhi ai do vi me 1000 veta dhe Shqipëria është vend i cili mund t'i mbajë. Presidenti amerikan ka qenë që në 2007 në Shqipëri. Ka qenë në cilësinë e tij si president dhe besoj ka mbajtur një qendrim i cili në aspektin historisë son kombëtare kanë qenë dy momentet më të rëndësishme mbas shpalljes së pavarësisë. Pavarësia e Kosovës dhe Shqipëria në NATO. Dhe ne në vend ta kapitalizonim këtë marrëdhënie, ta kthejmë në një marrëdhënie NATO, në Ballkan, në një partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës të qëndrueshëm, ne jemi marrë gjithmonë me sulmin karshi palës tjetër. Rama ka pas një qëllim, ka pas nevojën dhe mendon që demokracia funksionon pa opozitë. Dhe këto janë tendenca dhe rëshqitjes drejt një sistemi tërësisht autoritarist, i cili nuk njeh as kushtetut, as parlament, as ligj, dhe as fjalë të lirë dhe as opozitë. Dhe kësaj më shoj edhe J.D. Vance në konferencën e sigurisë në Munich. Absolutisht po, dhe besoj që ka qenë një nga qëndrimet më të qarta, që politikat vendosin, do të thonë, edhe kur është e ligjshme ç'është e drejtë dhe e pa drejtë, kjo është pastaj jashtë çdo lloj imagjinate, duke cënuar ato që janë parimet bazë të funksionimit të vendeve dhe shteteve demokratike. Unë kam kënaqësinë ta konfirmoj që lufta e opozitës për të ndërtuar raporte kombëtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka filluar dhe do të vazhdojë. Ne gjithkohës me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kemi ndërtuar raporte preferenciale, por raporte të interesit kombëtar, të cilat quan antarësimin e Shqipërisë NATO, duke vlerësuar dhe kontributin e asaj pjese të partisë dhe qeverisë socialiste për hapat që kishin hedhur drejt antarësimit të Shqipërisë në NATO. Do flasim edhe pak për këtë pas publicitetit. Të nderuar teleshikues, pak publicitet dhe rikthehemi.